Gruaja më ka shtim me do se kom pas me krasit porin, po më ka shtim me do me hashit pore. Si jene e mirë? Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga jene? Pe Komoglovës. Pse jesën Frizaj? Se koha mirë, gruaja më ka shtim me do se kom pas me krasit porin, po më ka shtim me do me hashit pore. A do me thonë të deshe me nejtë e shpia me... Po mi kry punë të shpijës, e tani me Edhe do. me kursy. A deshe edhe pra me doj? Me dol, po ma mirë me do me shëqni se me zvane do. Se me hargju. Ja, qashto. Sa po janë shpenzimet kur po del vetë edhe kur po del me bashkë? Po, Masi henëm këtë tim. vëlloj me ka zu drejt njahit. Njahit. Okej, në më thonë, s'ko ka problemi ma. Ja, son problemi marrë. Regull, pyetja që kam unë për sot është, a jetohet pa dashuri? Ju, Pse? se vetë, mos si më konë njeri vetë me në bëtë. A të hot buka vetë ju. Pa e pos nëj dikan, nëj Shoqëru. qashtu është edhe dashuria. Ashtu, po nëse të pëserim që ka disa lloje dashurisë, cila është dashuria më e sinqertë sipas teje çdo herë? Si se e thminjës, dashuria e thminjës. Thonë edhe e dyanshme. Po. Fëmia për prindin, prindi për fëmijën. Po e ma shumë printi për thmi, se thminja është na vetë mi konë thmi, na i kemi pas ndësh, kemi konë të vajgjit. Si ka qenë atëherë dashuria atë ku e juaj janë ndaj prindve edhe tash e fëmijëve tuaj ndaj juve? Qëta është i kopdoj dhe sene shumë ma letë, se vetë jam prind, qëta është i shumë është me pos dashuri në thmi, po edhe me pos dashuri edhe në grua edhe në prind. Ka ndryshime për shembull gjenerata jote kur keni qenë fëmijë me tash gjeneratën e fëmijëve tuaj? Sa ka ndryshu kurat? Po ka ndryshu se... Flas në dashni, respekt në gjitha me radhë. Qëta është, nesme, qëta është, si s'le pak e shënësh, e respekti s'ka hu pak, po ka ndryshu ka se qëta është e kemi këtë mundësijet. Si na gjenerata jënë, sikur gjenerata qëta është mas neve thmive, i kanë pas këtë senet e ma herët, nuk i kemi pas gjithë kushtet, e u konë respekti maj malë, edhe dashuria pak më ndryshme. Dashuria kom pak më e logë se zgëdzojsh me nësi thmi më afru prindve së këndan që ta është thmi dhe me që afruhen. Pse ka qenë kjo? Se di se u konë qenë shumë të lehtë. Morja u konë ba makiti atëherë të prind, të pleshtë. Pavarësisht do me thonë respekti dashni që kanë posë ndaj fëmijëve, po nuk i kanë ofru shumë. Qashtë nuk i kanë ofru e qëta është pjafrujnë nipat e misat më shumë se neve, po ma mirë për ta. Në regull, Indrum, ke një mesazh për të gjithë personat që duhet dashurojnë? Çka do qoftë? Po ke shkë... Ullë e s'pëdi shka me thonë qëta është që rahat më konë. Rahatia, se thonë rahatia është edhe dashuria, po si gjitha është edhe dashuria, se na thojmë shnesh, jo shnesh jemi, po rahat më konë. Shnesh e rahat, ma shumë rahat, ta në kjeda dashuri me gjithë kanë. Me familje, me sheqni, me krejt. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam. Faleminderit edhe juve, për të mire. Kalofshi mirë.